konsiderohet automatikisht armike e natyrës. Por natyra nuk mbrohet duke ngrirë jetën. Natyra nuk mbrohet duke i lënë një vend të varfër, as duke i kërkuar një vendi që ta pranojë varfrinë e vet, si një arsye për ata që na thonë mbrojeni Vjosën, është lumi i fundit i egër i Europës dhe ndërkohë i kanë zbutur të gjithë lumejt e tyre. Natyra nuk mbrohet që peizazhi të mbetet i paprekur vetëm nga mungesa e njerëzve. Sfida jonë, sfida e kohës, nuk është të zgjedhim mes natyrës dhe zhvillimit. Sfida jonë është të mësojmë si t'i bëjmë të dyja bashkë. Të mbrojmë natyrën duke krijuar mirëqenie. Të krijojmë mirëqenie duke respektuar natyrën. Të ndërtojmë pa shkatruar. Të zhvillojmë duke ruajtur dhe rigjeneruar. Të rrisim ekonominë duke rritur njëkohësisht përgjegjësinë ndaj mjedisit dhe trashëgimisë së natyrës dhe të historisë që ja kemi bërë çmive tanë. Sepse ne nuk jemi budallaj i lagjes. Shqipëria i ka të gjitha ato që i duen. Dhe ajo që sot i duhet shtuar këtyre gjithave është guximi për të ndërruar më fort, është guximi për të guxuar më shumë dhe është kuraja për të përballuar prurje të tilla investimesh me të cilat ne nuk kemi mësuar. Tani, a ka njeri këtu dhe a ka shqiptar që mendon me mendjen e vet që nuk e ka kuptuar akoma që gjithë kjo lemeri në gjuhë huaja, në mbështetje të protestës, është projektimi i një lufte politike që nuk është lufta jonë, i një lufte ideologjike që nuk është lufta e Shqipërisë, i një përplasje mes të mëdhejsh që nuk është fare puna jonë. Nëse do t'ishte bota kaq e ndjeshme dhe nëse deri dhe senatorët e minjorë amerikanë do kishin në zemër zogjt dhe plazhet e Shqipërisë, do kishin thënë ndonjë fjalë për rjollin. Apo jo? Asnjë fjalë. Këtu fjala nuk është për Zvërnecin, këtu fjala nuk është për flamingot, këtu fjala nuk është për turizmin, këtu fjala nuk është për mjedisin, këtu fjala është për presidentin e Shtetit Bashkuar. Tani, çfarë kanë të tjerët me presidentin e Shtetit Bashkuara nuk mund ta importojnë në Shqipëri dhe mbi të gjitha nuk mund të përdorin shqiptarët si mish për top. Nuk mund t'i përdorin shqiptarët që shqiptarët i dalin kundër vetes, t'i dalin kundër të ardhmes, t'i dalin kundër